Lijojnë rrjetet sociale budall. Unë jam fisi me këmish, edhe kjo është shnash. Me thonë që rrjetet sociale krijojnë budall, është sikur me thonë që rrugët e kerreve shkaktojnë aksidente. Budall në Kosovë ekzistojnë pa rrjete sociale, edhe fatkeqësisht ky vend kurrë nuk ka ikë për budall kolosal. Po shumë keq me i fajsu rrjetet sociale për rritjen eksponenciale të budallëve të famshëm në shtetin tonë të Kosovës. Ta shohim një herë anën e mirë. Rrjetet sociale janë një mjet i mrekullueshëm i punës nëse përdoren në mënyrën e duhur. Në rrjetet sociale mundesh me mësu, mundesh me informu, mundesh me lidh me njerëz tjerë, po mundesh edhe me dal më shumë me motra, me familje, me njerëz aty. Ta shtje e zgjedh, cilën po dal me bo. Problemi i budallëve nuk qëndron te rrjetet sociale. Thjesht është një problem shoqëror i joni. Kontroll mbi rrjetet sociale do të më pas veç kur vjen puna te fëmijët edhe te veprat që mundin me pru fundet këqija, si për shembull gjuha e urrëties, kërcënime apo turpërimi publik. Sa për që dolin njerëz të kut me ful pa lidhje, edhe na himi këshirëm ka 20.000 veta. Dorën zemër kjo kallzon më shumë për neve se për ata që dolin me ful pa lidhje. Nesër me bë me vunal TikToku, shqiptarët apet kanë me dal më shumë me rap, thjesht në mendise më të mbyllura, si për shembull kafja e lagjës apo shkolla. Mirë po, ato veprime nuk kanë më unal. Çka mund na me bë? Rreth problemit të sjelljeve skandaloze të disa personave në internet, është me avoku për një edukim më të mirë midis nesh. E jo me këshirë me mshil rrjetet sociale, çpukshir me mshil Shqipnia. Sa janë shumë gabim. Njëjtë sikur çaj shembulli me rrugë. Nëse ndodhin ndeshje me kerr në një rrugë caktuar, ti nuk çuhesh me mshil komplet rrugën aty. Nëse i njehim të mirat edhe të këqijat e rrjeteve sociale, të mira ka shumë më shumë. Sa organizimi kulturor, humanitar, politik, sa lajmi i mirë që dal që për ndryshën na nuk e kishë marrë vesh kur. Nuk mundesh që për një grup të vogël njerëzve me i dhon konotacion negativ, nashta veglave më të rëndësishme të informimit në Kosovën e pas pavarësisë. Qëre, kur vjen puna të më mbrëmta, do të më urdh ku na nalëm me gjulon fajki të tjerë për problemet tona. Na, mesin ton kena shumë budall. Çuta budall kanë çosur në internet edhe në kamerë. Na do të më eduku njerëz më mirë. Po kush jam unë më kallzu. Deri herën tjetër, mos ju lani faj tjerëve edhe shihemi në episodin e ardhshëm. Ju përshëndet, fisi me sponsora.